Inspektorati do i konstatoj shkeljet dhe varësisht nga raporti do shqiptoj gjoba. Këtu do të ndërmerren disa masa nga siguria e shëndetit në punë, rregullimi i parmogëve të shkollët deri në fund, rregullimi i skeleve se nuk janë në rregull deri në fund edhe kanë pengesa, kanë zona të hapta në cilat duhet mu mbyll edhe me kalu ma shumë se 1,5 metra nalt prej vendit ku punohet, ku e pat ju punëtorit domethënë ishte i hypën nalt në gjendje jo të mirë, domethënë në gjendje të rrezikshme permanente ka qenë. Kështu që punëdhënësit do t'i ndalohet punimet derisa t'i ndërmarr këto masa nga siguria e shëndetit në punë. Në lidhje me marrëdhënien e punës, do të shikojmë nëse kanë kontrata, nëse janë deklaruar në ATK, sa orë punojnë, apo ju paguhet puna shtesë e kështu me radhë. Vazhdojmë. Jo, më së duhet se nuk... Falë, së më të gjaj? Bëjnërum, ka dalë të ashtë të zbresin poshtë, pas ne javdojnë me venderla të një raport, dhe mos vësona mas ne... I ndërmerr masat punëdhënësi, rregullon çto gjëra që na i thona, tani vazhdoni me punën.